Në Vlorë ka ende të rinj të cilët aftësohen profesionalisht dhe më pas karrierën e tyre e vazhdojnë jashtë vendit. Ergys Allushi, drejtues i Qendrës së Formimit Profesional në Vlorë, e pohon këtë fakt në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora. Allushi thot se të gjithë ata që sot e kanë një profesion nuk kanë arsye përse të largohen jashtë vendit, pasi me profesionin që mund të zotërojnë në Qendrën e Formimit Profesional apo në shkollat e arsimit profesional në qytet, mund të fitojnë të ardhurat të larta edhe duke punuar në Vlorë. Nuk mund ta them këtë me siguri, por ne bëjmë dhe një ndjekje të, bëjmë një gjurmim të kursanit që përfundojnë dhe ne, dhe ka një masë të rinj që përfundojnë kurset e ne të cilët të largohen jashtë vendit, por ne paralelisht bashkë me trajnimin, kualifikimin e certifikimin, ne gjatë kohës që zhvillohet kursi ne bëjmë dhe atë punën tonë, po e them, bëjmë punën tonë në drejtim të faktit që ju bëjmë thirrje që të mos largohen për jashtë vendit, sepse me një kurs, me një zanat profesion hidraulik apo elektricist apo servis makinash, mund të fitosh dhe mund të sigurosh të ardhurat e mira dhe edhe në qytetin e Vlorës. Ergys Allushi, drejtues i Qendrës së Formimit Profesional në Vlorë, konfirmon se numri të rinjve që largohen jashtë vendit referuar sistemit të gjurmimit që ka kjo qendër është në ulje në krahasim me vitet e mëparshme. Sipas tij, në këtë drejtim ka ndikuar edhe zhvillimi që ka pësuar qyteti duke ju krijuar punë kërkuesve më tepër mundësi. Allushi thot se edhe në shtetet europiane situata është vështirësuar më tepër se vitet e mëparshme dhe nuk mund të gjesh sot kollaj një vend pune. Kjo del jashtë pasaj kontekstit të qendrës. Kjo lidhet me qytetin, me ndryshimet që ka përsojë qyteti, me investimet e mëdha që janë kryer në qytet. Ku Vlora tashmë është bërë një vend ku mund të punohet dhe ku mund të jetohet, ku ka hapësira për punë dhe për jetesë. Do të ka ndryshuar shumë qyteti në të gjitha dimensionet e tij dhe një njeri i Zotit dhe i aftë mund ta gjejë shumë mirë veten në Vlorë, pa u menduar që të largohet jashtë vendit, sepse edhe jashtë vendit gjërat janë vështirësuar, nuk janë më si 10 vjet apo 20 vjet para që mund të ikë emigrant dhe mund të rregullohesh kollaj. Dhe atje jashtë gjëra kanë ndryshuar. Të gjithë njerëzit tanë nuk janë më ata që kanë qenë para 20 vjetësh, janë rregulluar se morën atë jetën e tyre, në familjet e tyre, janë bërë me fëmijë, kanë blerë shtëpi dhe jashtë janë vështirësuar gjërat edhe në raport me sigurimin e vendit pune, me dokumentacionin që të duhet për të gjetur një punë, për të qëndruar, për të marrë shtëpi dhe të tjera me radhë. Prandaj them që kjo është një gjë që ka lidhje me qytetin, me ndryshimet, me investimet, me infrastrukturën në tërësi të qytetit. Krahas punësimit në Vlorë, me 10 kursant të Qendrës së Formimit Profesional, edhe në bazë të dhënave të siguruara nga sistemi i gjurmimit të tyre, kanë krijuar në qytet bizneset e tyre personal, të cilat vazhdojnë t'i menaxhojnë.